Kriza ekonomike po rëndon mbi çdo qytetar shqiptar, ndërsa prej krizës shteti vetëm po pasurohet. Sa më shumë që rriten çmimet në treg, aq më shumë para futen në arkën e shtetit. Vetëm në muajin e fundit, TVSH-ja ka arritur në vlerat e 214.7 milion eurove me një rritje vjetore prej 14%. Ndërkohë, nga ana tjetër, ekonomia shqiptare po bëhet gjithnjë e më e varur nga importet. Vetëm në muajin e fundit, importet e madrave arritën në vlerën e 841 milion eurove, me një rritje prej 8.8% krahasuar me një vit më parë dhe më shumë se 17.9% se sa shkurti i vitit 2026. Edhe më alarmante situata po bëhet me sigurinë tonë ushqimore dhe me ushqimet që sot sigurojnë shportat e familjeve shqiptare. Në 5 vitet e fundit, importet e ushqimeve janë rritur me 23%. Përballë kësaj krize, qeveria nuk ka ofruar asnjë paketë dhe asnjë masë lehtësuese. Përveç uljes së aksizës me 8 lekë, nëse çmimi i naftës do kalonte kufirin e 220 lekëve për litër, të cilin e pam vetëm një herë të aplikuar, dhe disa masave sporadike të përkohshme për të mbështetur transportin publik, por vetëm pasi ky i fundit paralizoi qarkullimin e qytetarëve. Në këtë situatë, qendresa qytetare vazhdon të propozojë masa konkrete për përballimin e kësaj krize, me të cilat shteti shqiptar do ndihmojë dhe në fuqizimin e produktit vendas. Një prej cilëve dhe më e rëndësishme është aplikimi i TVSH-së së diferencuar për produktet bazë dhe shërbimet jetike. Kjo për arsyeën e vetme që barra fiskale mos të rëndojë një lloj si mbi qumshtin, ilaçet, produktet bazë të qytetarëve dhe një lloj mbi madhrat e luksit. Po ashtu, kërkohet rishikimi i strukturës së çmimit të karburantit në vend. Një çmim i lartë karburanti bllokon aktivitetin e fermerëve, rrit çmimet e produkteve në treg, duke mos i kthyer produktet vendase konkurruese në rajon, por edhe duke mos i ofruar qytetarëve shqiptar çmime më të ulta me produkte që prodhohen brenda vendit. Një shtet i cili mbush arkën, duke zbrazur xhepat e qytetarëve të tij, ndërkohë që fondet publike humbasin nga abuzimi dhe korrupsioni, pa u kthyer në shërbime cilësore për qytetarët apo mbështetje sociale, tregon një shtet i cili nuk mbron interesat e qytetarëve të tij. E kur kriza për qytetarët kthehet në fitim për shtetin, kjo nuk është vetëm ekonomike, por është morale dhe politike.